dy thjesht punojnë më shumë me ecjen. Për shembull, thjesht bëjnë ndoshta Alesia dhe Neki. Alesia dhe Neki. Okej. Thjesht ishin shumë bukur ato. Alesia dhe Neki më keni shumë me. Nëse keni ndonjë replik, mund ta merrni mikrofonin ose ndonjë partnerësi. Unë jam dakord e di që duhet më shumë punë dhe duke qenë që jam mësuar që gjithmonë të bëj prova para se dal para një publiku, nuk kam bërë shumë prova kësaj herë, kështu që jam dakord. Jo, ishte shumë bukur, thjesht puno pak më shumë me ecjen dhe kur ec thjesht rri pak më drejt, kështu dhe qapi mbahet pak më drejt, kështu. Por je shumë bukur. Thanks. Mateo? Ratë parë dhe të juroja gjitha vajzëve një rutinë sa më bukur. Në qënë të shera parë të gjitha dhe juroj sukses të gjithave. Për sa i përket gjykimit, Ke tre të preferuara për shembull dhe tre që të duket më pak ose dy, një. po do të thoja Negisa, Neki dhe Blerta. Më pëlqeu energjia pozitive, Okej. pëlqeu vetëbesimi. Ndërsa kritik, në qoftë se nuk e kem Po patjetër, po. vetëm Ledionës duhet të thotë që duhet të ketë pak më shumë vetëbesim, ta pushtoj skenën dhe duhet të thotë që skena është e saj, duhet të jetë gjithmonë në kokë lart. Okej. Nuk kemi asnjë kritik tjetër? Lediona, ke dëshirë të thuash? Edhe kjo kritikë është më shumë formë modilimi. Po e pash prandaj ka ndonjë kritik tjetër. Lediona, ke diçka për Mateo? Jo, e bashkojmë se di që edhe pak emocionet e parë, por që do mundohem të arrivë. Vajzat i pas kemi të mira këtë vit Juria, nuk ju kundërshtohem. Francesca? U nisja kështu, një pasarel pa vetëbesimi quhet pasarel fare. Do të thonë që në momentin që dilni, duhet ta pushtoni skenën dhe tani që ky është momenti im. Treta vajza që më pëlqyen më shumë është Negisa, Ingrid dhe Vesanka. Pëlqeu shumë vetëbesimi, mënyra se si e menaxhuar fustanin, skenën. Ndërsa për vajzat e tjera, vetëm e gjë që do thoja, fustani nuk treket në asnjë moment. Domethënë sado i gjatë jetë, i shkurtër, ndoshta nuk vjen një rast, fustani nuk treket asnjëherë sepse i prishni modelit fustanit. Dhe si modele ne jemi në skenë për të prezantuar fustanet. Dhe gjithashtu më shumë vetëbesim. Kokën lart, kamera është e juaja dhe kujdes në hyrje dhe në dalje, sepse kamerat janë gjithandej dhe çdo sekondë juaja ju jeni në ekran, ne shohim çdo gjë. Nëse emra konkret që nuk kanë pëlqyer Francesca? Ina do të marrin më shumë kohë në pasarel, mos i ikte për më shumë për ta përfunduar atë sfilado dhe për të pozicionuar në vendin e saj. Dhe Neki. Okej, deri tani emrat më të përmendur le të themi pak më dobët, ka qenë emri i Nekit, ndërsa tek ato të cilat kanë marrë më shumë le të themi komplimenta, ka qenë Vesanka dhe Negisa. Dëgjova deri tani. Niko. Si të do të kem vajzave që të heqin të po kisha pak stres dhe s'kam bërë prova se ka ardhur atë. Niko. Nuk e di apo pëlqen apo ka të presim që të shkëlqenin nga episodi i parë, është edicioni 7. Dhe kur thoni s'kam bërë prova, atëherë je e pa lexuar personte që kështu me një këmbë do të anë. Atëherë kam të preferuara, më pëlqeu shumë Negisa, më pëlqeu Vesanka dhe më pëlqeu Eli. Pastaj nuk kam dhe Eli, po nuk kam të preferuar, më pak të preferuar unë. Kam më shumë se 3. Sekund, zoti madh, Niko. Në thënë, pash Neki isha hetje hidrauliku dhe më. Jo, nuk është panë. Niko, nëse do e hiqje një kështu, tani panë në Jo, do të jepja një shansë të dytë Nekit, do i hiqja Alesian. Alesian do duke për vetë zigzag, e kuptoj Alesia që ke bërë prova, nuk e pash, provat mbasi ke bërë në gjumë. Jo para pasqyrës, jo në koridor, ose jo këtu do të thej që ju rini bëni dallaver dhe nuk merreni me prova. Moment, do me kanë 5 minuta të kesh hapësirë, ti duhet dalësh para pasqyrës dhe të pozosh, të hecësh, të sfilosh.
dhe jo të bëni shoqëri me njëra tjetrën. Që kështu, nëse do isha direkt do isha Alesia, pa këtë probleme. O Zot, goca. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota.